Le të hedhim një vështrim në librin e zbulesës, kapitulli 2, vargu 17. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma u thot kishave. Kujt fiton do t'i jap. Çfarë do t'i jap ai? Të haj nga mana që është fshehur, dhe do t'i jap një gur të bardhë, dhe mbi gur është shkruar një emër i ri, të cilin se njeh askush përveç atij që e merr. Ajo që duhet t'i kushtojmë vëmendje këtu është, kush na jep manën e fshehur. Le ta lexojmë me kujdes vargun 17. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma u thot kishave. Kujt fiton do t'i jap të haj nga mana që është fshehur. A nuk do të thot kjo se është Perëndia ai që do të ndajë manën e fshehur me të gjithë njerëzimin? Atëherë, duhet të gjejmë atë që na jep manën e fshehur, apo jo? Çfarë të vërtetë vendosi Jezusi në lidhje me manën? Është e vërteta e Pashkës së Beslidhjes së re. Prandaj duhet të presim dhe të gjejmë atë që i jep njerëzimit të vërtetën e Pashkës së Beslidhjes së re. Megjithatë, pasi Jezusi erdhi në këtë tokë 2000 vjet më parë dhe u ngjit në qiell, kisha vuajti shumë për shkak të përsekutimit nga Roma. Në fund, të gjitha të vërtetat që na mësoi Jezusi u zhdukën nga toka. Dita e Shabatit u ndryshua në adhurim të së dielës, Pashka u shfuqizua dhe në vend të saj u shtuan Krishtlindje. Si rezultat, toka u bë një botë e errët ku nuk ka fare të vërteta. Kjo është arsyeja pse Perëndia tha se do të vinte përsëri në këtë tokë në mish. Le të hedhim një vështrim te Hebrejt, kapitulli 9, vargu 27. Dhe duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi, kështu edhe Krishti, pasi u dha vetëm një herë për të marrë mbi vete mëkatet e shumëve, do të duket për së dyti pa mëkat për ata që e presin për shpëtim. 2000 vjet më parë, Jezusi erdhi në tokë në mish dhe kishte të njëjtën pamje si ne. Megjithatë, njerëzit nuk besuan në Jezusin, por e hodhën poshtë atë në ardhjen e tij të parë. Megjithatë, Krishti premtoi të vinte për herë të dytë në mish. Si do ta njohësh Krishtin që vjen për herë të dytë? Edhe në ardhjen e tij të dytë, ai do të vijë me të vërtetën e jetës, Pashkën, e cila është e vërteta e manës së fshehur. Pastaj duhet të mbajmë mend kush na dha të vërtetën e manës për të na çuar në Kanaanin shpirtëror, mbretërinë e qiellit. Kush është ai? Kush na dha të vërtetën e Pashkës së Beslidhjes së re? Krishti Ansangong erdhi në këtë tokë dhe zbuloi të vërtetën e Pashkës, e cila kishte qenë e fshehur për 1600 vjet. Përmes kësaj të vërtete, ai po na udhëheq drejt mbretërisë së përjetshme të qiellit. Shpresoj që të gjithë ne do të marrim udhëzimin nga Krishti, në mënyrë që të hyjmë në mbretërinë e përjetshme të qiellit. Për më tepër, le t'ua predikojmë me zell këtë të vërtetë shumë njerëzve.